Ej, mali, dođi vamo, a? Kako si? A? Zar ti danas poš koškar, a? Već to bësh gjuma? Baci loptën. Ajde. Ajde. Mali, pođi vam. Jel pogledaj se, ona lopta. Pogledaj loptu, jebe mu mater. Evo te lopte, pička ali mater. Beži ga, beži. Pička ali mater. Ali znaš, ovo je zemlje Srbije. Šiptari jebe mu mater. Familiju vam jebem. Beži ga, đubro jedno. Beži ga, šiptarski đubro jedno. Beži ga, što se ne gledali? Gjysh. A do të vi lufta të na? Biri im, luftën gjithmonë e kemi pas, në mendje, në shpirt, kudo. Çka me bona, gjysh? Më nuk katë. Të dërzohesh është lehtë, po duhesh të qëndrosh me kokën lartë, duhesh të kesh fuqi. Qysh me jetu kur çdo gjë rreth neve po shkatërrohet. Luftën gjithmonë e kemi pas në shpirt, në mendje, por ajo në ditë do të shpërthej jashtë. Më nuk kata, qa? Biri, lehtë është të dërzohesh. Po duhet të jetosh me kokën lartë, duhet të kesh fuqi. Qka nëse unë nuk jam i fortë se ti, gjysh? Ti je maj fortë se unë, je maj fortë se që mendon. Unë nuk jetoj gjithmonë, po ti duhesh të zgjedhësh në mes urrejtjes dhe shpresës. Shpresa të ndihmon, shpresa të që përpara, dhe do t'ja dalësh birim. Të premtoj, gjysh. Birë, këte pata dëshirë të dëgjoj për ti. Lek! Folbac. Eja këtu. Lek, qyteti është i mbushur plot ushtarë sërbë. Nona dhe motra Arbenit janë atje. Të lutëm, qojnë në një vend të sigurt, të kesh kujdes me ta. Vetëm të ti kam besim. E di Bacis, por nuk mund të lëm të humbur nënën e Arbenit dhe motrën e tij. Rrugë të mbarë. Ditën e mirë, Bacis. Ditën e mirë.
Nalnu, kush jeni ju? Shqiptari jemi vlla, po I kërkojmë që kën. Mirë, hadi burra. Mirë se vini. Hadi ulnu. Si e mirë. Mirë. Si valla. Mirë. E mirë. Ulnu. Burra, mirë se unë jam Bardhi. Unë jam I dërguar nga agroni, jam dalë me mbledh burra se dojnë me luftu. Bardh, na është ngushtu toka, duam luftë. Lufta nuk ka vetëm fjalë. Po e dim që s'ka këthim brapa, e dim. Po neve armiku ne ka kallë shpit. Ne ka vrarë njerëz tanë. Ne këtu jemi për gjithë shka. Atëherë mirë se vini rrugën pa kthim. Kur mund të bashkohemi me ta? Nesër mëngjes kemu taku me komandantin. Po përpara se shkojmë te komandanti, duhet me tregu ju sot gatshëmini. Bardh, kemi kalu natë të tëra duke fshirë në përmale. Na të ndjekum ty, nuk ka asgjë më lehtë. O Bardh, kemi shumë dje me vajza në zonën tonë që duan të luftojnë. Ata janë të gatshëm të japin jetën për liri, por ka nevojë për drejtim dhe udhëheqje. Sa veta janë ata? Të paktën janë 70 veta në zonën tonë. Çdo ditë numri po rritet. Neve na dohen armë. Duhet disiplinë dhe organizim. A janë të gatshëm për mu bind? Të gjithë janë gati këdo që na çojë drejt fitores. Dhe ti je njeriu që na duhesh. Na s'dojna me luftu si është vetëm unë. Po kena armë bo pjesë e UÇK-s. Atëherë mirë se në radhat tona. Nestra fillon rruga juaj. Ne jemi gati. Nuk ka këthim prapa. Do të japëm jetër për këtë vend. Nga cili vend jeni? Jem nga një fshat kufitar me Shqipërinë. Në hartë kemi vetëm një vi, por në zemër jemi një komb. Aty ka pat gjithë burra të fortë. A jeni edhe ju gati për me luftu? Nuk jem zgjidhje tjetër, komandant. Shtëpi tonë e kanë kallë. Gratë dhe fëmijët kanë dalë në përmale. Atëherë mirë se vini rrugën pa kthim. Arben zgjohu, krisma shumë, krisma të ata jenë afru. Zgjohu, ma vonë të shpëtoj mjetën në njërë. Arben, e di që si mësu me kësi lloj jete, por kohën ta imponon. Duhesh të mësohesh. Qa me bane gjysh? Unë s'di as me luftu, e as më mbrojt. Lufta nuk të bën trimëri, po nëse ka nevojë,
duhesh të luftosh, duhesh të mbrosh jetën tënde, duhesh të jesh i aftë. Kjo është e imja kur kam qenë më i ri. Nuk është një armë, po për çdo rast në të qëllon. Urna merre. Po në zdu me lëndu kërkan gjysh. Aso në birë nuk mendoja, për tjerët në kanë impunu. Kjo nuk bëhet nga urrejtja, por nga dashuria. Faleminderit gjysh. Šta radiš ovde, stari? Što radiš ovde, jebe mu mater? Što radiš? Stari, šta radiš ovde, be? Što radiš, pička li mater? Ajde, stari, ajde. Ajde, jebe mu mater. Diži se ovde. Diži se. Po s'ke prit, jam shqiptar, por ruaj të tirin. Si ka rritur deri këtu? Serbët ma vranë gjyshin. I kam 2 ditë në malë të më shef. Kam vetë këtë vetë. Hajde më.
Haje, të duhet forcë për me vazhdu. S'ke frikë. Tani jemi shqiptarët, ne nuk lëm njëri tjetrin mrapa. Faleminderit shumë. Qysh e ki emrin? Më thirrin Luma. E ti? Arben. Pini fshatit jo qash largë pi këtu. Arben? Emër shumë i bukur. Për fat keq, këto male janë të mbushur me djemë të humbur si ti. Për t'i je djali fort, ke mbjetu, ja ke dalë. Kjo ka rëndësi, të rrish gjallë. A mund është më mësu me luftu? Po du me marr hak për gjyshin tëm. Hak? Lufta Arben nuk bëhet vetëm për hakmarrje. Nëse e bën këtë vetëm për inat, atëherë zemra jote do të smuret një lloj si ajo armiqve. E çka me bo atëherë? Milion me marrë çka duan? Lufta jonë është për lirinë, për të shpëtuar të pafajshmit, për të mbrojtur ata që nuk kanë zënë. Arben, nëse vërtet dëshiron të bëhesh i Zoti, duhet mësosh dy gjëra: qëllimin dhe disiplinën. Thika nuk është për ta treguar, Ben. Është për të mbjetuar. Menova që s'keme ardhur. Durimi ishte pjesë e stërvitjes. Ti ishe gatshëm apo? Po. Mirë, atëherë fillojmë. Për mba mend, trupi jot duhet të jetë më i fortë se sa hekuri, dhe mendja jote më e fortë se sa thika që ke në dorë. Je gati? Gati jam. Ma sill malin rreth 3 herë. Kjo është pushka. Atëherë, kjo është qyta. E vendosim tek shpatulla, e vendosim në shpatull. Kjo është shenja, duhet barazohet shenja me shenjën këtu, që të gjujmë në drejt. Dora këtu, marrim shenjë, gishti i kamzës duhet rrihet drejt. Në momentin që ne marrim shenjë, atëherë ne gjuajmë. Provoje. Këtu, qyta vendoset të shpatulla.
shenjë mos harro, gishtin mos harro. Njëm ka tutna. Gjithë tutna, edhe unë tutna. Bëhu trym. E shatë shenjë aty? E shej gurin? Kemi një gur, Po. nuk du ta shumë. Qëdo? Gron. A i burr. A je, Mirë. sjeni, Jo. djem, sjeni. A mujte? A i një lodh? Tëna, ka pak. Apo qëndroni, si po shkon lufta? Vallaj peshtym. Peshtym e burr. Inshallah mirë, Ka me bo, luftë kjo. luftë e madhe. Lum. E ke bo gati najsen. Kam bërë të pamundrën, Agron. Nuk janë shumë, po janë të vlefshme. Mund t'i merri. Më mirë. Më mirë pak se hiq. Lum. Mirë pafshim. Agron pa ik kam një fjalë me ty. Po valla fal. Kam gjetë një djalë të ri në mal. Edhe, që Ja ka kam ndodhur? bra familjen. A i kërkon me luftu. I duhet një njëri me mbështet, me majt afër. Kada ka dal burr. E kam vrar familjen, Ja kanë vra gjithë familjen. edhe kërkon me luftu. Kërkon me luftu. Kush me luftu? Ja, shpun që zbat kjo. I ka shku familja tash që dhajde me shkua. Mare lum. Lum. Me shokt. Edhe të preste u dhe bacit ka drejt, të stanin alt. Pa qare kemi me ardhë. Faleminderit. Kujdes rrugës. Të keni kujdes. Sa rëmi ku si besimit. Kam vendos. Po du më këthym fshat. Du me dita e kam gjyshin gjalla dek. Nuk je gati. Presim edhe pak ditë edhe do t'ikim bashkë.
Nëse kja letër ka ranë dorën tënde, do të thotë që unë mos jam. Po mos harro. Këtë dhej na ka lanë të parta. E na e kena amanet me mbrojt. Mos e le Kosovën dorë të huj. Kjo tokë është e jona. Nuk mujta me të patu rritë. Nuk mujta me të përqafu herën e fundit. Po e di që e bo burë. E di që kime luftu. Jo veç për mu, po për kejt ata që s'kam pas mundësi me pa lirin. Një ditë, besoj kime gjetë pache. Po deri atëherë, ti e mbrojtës i familjes, i tokës, i gjakut unë. Kujdeso për ta. Mbroj, mos u dërso kur. Bre gjysh. Nije mala, tri puta tovala. Nije mala, nije... Stani pičku ti materina! Stani! Staj majku ti jeben albanski majku! Pozići pičku ti materina! Pozići jeben ti žiptar! Komandant ka ardhur luma. Po le të hym brenda. Be burra. Bravo burra. O, mirë sert. Hajde lum. Jep jo burr. Mi mrama. Visi na kjo ardhe burr. Mirë si u gjeta, komandant. A pasët mundem rrugës, ajo? Me vështirësi, po mirë shkoj. Ua burra, lufta është e rëndë dhe e gjatë. Po shqyqyr zotit që e kem Shqipnin, e po na furnizon me armë. Pa Kosovë, Shqipni burra s'ka, po edhe pa Shqipni, Kosovë nuk ka. Hajde lum, jepi. Po është vërtet, komandant. Ne jemi me ju deri në çlirim. Unë jam gati të kontriboj. Lum, faleminderit shumë për teje, po ti na dosh më kanë atje ku je, burr. Se na do të furnizim, për armë për ushqim. Ti dush më kanë e me nejt aty ku je. A morëm vesh? Si tjetë më e mira, komandant? Ti veç këtë punë bëne. Kjo punë shumë është më rëndësi për neve. Neve na duhet armë e ushqim burr. Këtë punë të e bë mas mirë ti. Emri jam është Arben. I kam 19 vjetë. Jam i gatshëm mu bashku në luftën për çlirimin e Kosovës.
ti je djali i ri, mor Armen. Serbët ma mbetën babën, nanën, motrën, gjyshin. Nuk kam kur gjë për me umbë. Komandant me leje, a mundë me marrën këtë djalin si përgjithësi? Ju e dini që më duhet asistencë dhe me pak ushtrime në aksion e kam pa është i shkath, i shpejt, mundet më ndihmu. O e bes, i ri jo këtë djallë. Ka bës stërviti këtë djallë, jo. Unë e kam stërvit. Lom, e i sigur që ka po flet. Besoj është i gatshëm. Bes. Këtë djallë është i ri. Po ti merë masi e në vijen e dytë frontit. Kjo përgjithësi o shumë e ranë për ty ta kesh me dije. Mbaj afër. Djalo, të kesh kujdes. Sa aja familje që ka ra, gjaku i ty në u boft liri për Kosovë. Në rregull, komandant. O bardh, e këshyre mirë qatë rrugë. Po e në gjë shumë mirë. Tepi garanti me jetë. Se na imi qituhit edhe di atë rrugë. E këshyre edhe në hartë. E kem këshy edhe në hartë. O komandant, e dim këtë rrugë për mensh. Me si mshele e këtë rrugë. Djem, sa do të më bogati, edhe ti kalzojmë shkaut se kush jem. A jemi të gatshëm? Po, komandant. A jeni gati për luft? Po, komandant. Atëherë, shkojmë ti, ndihmojmë brigadës 138. Në rregull! Në rregull, komandant. Kadito! Qetësoni! Hajde! Drejtov Kosovës i modja. Jemi hinë të dhe të në? Po. Drama Kosovës je. Hadi Dardan, hadi. Dardan, Bardh, edhe Dren. Sigur në komandant. Po, komandant. Ju do të munis tasht. Me vëzhgu rrugën mirë. Shkoni deri te reka e keqe, mos harrani. Atje takohemi. Në rregull, komandant. E shka nesa hosim diçka dyshimt. Nëse hasni dyshim, çka keni me bo? Gjunin ta. Në rregull. Duhet keni kujdes. Për çdo rast, dëgjohemi në radiolidhje. E mërë një këtë gjallë njëri ka ardhë nga gurbeti, për diasporës, bujar. Po, orda, komandant. Bashkangjitë ju shokëve. Si ordani. Në rregull, komandant. Mos u shqetëso. Lëvizim notën takomit të Reka Keqe. Rregull. E na, komandant? Jo qëndroni me mu. Rregull? Rregull, komandant. Duhet kemi kujdes, duhet lëvizmi sa më ngadalë. Për çdo informat, në lemrën bardhi. Jemi në rregull. E çka nëse i shohin, komandant? Çka që se i shohim? E din ata se çka i gjetë, që se i shohim na. Hajde.
Hajde, desi u tonë vemë. Desi je vemë, hajde. Je vemë, ma. Si pas. Bes. Hajde. Pse ata largë atje? Në grupin e sërbë dhe paramilitarët. Për një pozicion aty lartë. Shko me herë. Kësë. Shko mas besës. Kesh kujdes, e? Krye, komandant. Që të të besa. Bes. Vëllak. Tash kena me sulmu ata paramilitarët atje. Me gjithë policinë sërbë që janë. Shko lartë merë një pozicion të mirë. Po. Dhe për besa një jepë. Që sigurt. Okej. Hes, të fillo. Kujdes, kujdes. Me hes si lepër, hej! Brusë plotër. Dođi mama. Aj. Aj, dođi mama. Gdje se one učeka? Gdje? Šiptar jebem. Ajde. Dođi mama, ajde. Ajde, dođi. Ajde, srce moje, ajde. Haydi Pem aç. Haydi. Aç valla. Haydi. Aç valla. Haydi. 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 Emir. Andes. Qëtëso. Jem njës tu që kësë. Shuk jam në zekë. Ha? Shuk jam në. Shota. Shut. Qëtëso. Shut.
Ku janë njerëzit qëtë? Mi kanë marrë, edhe nanën, babën edhe fëmijët. Borin? Komandant. Gjithë që dhe tërgullat. Komandant. Komandant. Falë, shpejt. Du me luftu edhe unë me juve. Mirë dhe mirë, hajde luftu. Mësë më leni vetë. Mirë dhe mirë, hecë, kujdes, sulë. Shot! Shot! Hadi se fëmija këtu ku kanë. Hadi. Hadi, hadi. Komandant, të shplagos leka. Leka? Baza. Komandant, agroni këtu. Jemi këtu terrasa, urgentisht. Një ndim të shpejt në nevojitët, se është në plagosër një ushtar. Hajde ma shpejt, lutem. Unë gati jam për luftë. Mirë. Bes. Njërë me shotë. Arben. 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 O Arben. E di që nuk është lehtë. Po lufta çtoj ka. Nuk ka rregulla, nuk ka mëshirë. E më ti e gjallë. E kjo do më thonë diçka. Lekën gati e vronë. Unë nuk jam gati. Gati nuk i nakon kërkush. Kërkush nuk linë mu bo ushtar, po është e nevojshme. E qka nëse bëjnë e gabim? Gabim e këna bo krejt. Po tash që t'u pështu njerëz. Faleminderit Vis. Bërë flej pusho. Komandant Naimi. Bart, shka lutë rrugës? Po, komandant, po më shumë serb rrugët, edhe shumë shatra ishin i zirum kata. Po, komandant, dëgjuam të shtëna me armë zjarri. U këthim tek ju, a jeni mirë gjithë ju. Mirë jem, që kemi plagosur një ushtar shumë rëndë.
Si ko gjendjen? Përcjellën për kopës. Shërim të shpejtë. Shoda. Kushtar! Do të pushojmë këto deri në 5 mëngjesit. Në rregull. Në rregull, komandant. Nesër në ora 5 mëngjesit shkojmë dhe shikojmë se çfarë do bëjmë. Dakord? Dakord. Jeni të lirë tash. Lironi në fund. Hajde, kam të djemë.